Dita e dasmës kishte ardhur si një tufë shprese dhe gëzimi, por për Helenën, ajo ditë që duhej të ishte më e bukur e jetës së saj, u kthye në një fer që ajo nuk e kishte imagjinuar as në makthet më të këqija. Pas muajsh përgatitjesh, Helenën e rrethonte një atmosferë festive, dekorime të bardha, lule të freskëta që mbushnin sallën me aromë dhe një grup i madh i të ftuarve që kishin ardhur për të festuar dashurinë e saj me Gentin, të ardhurin e saj. Por mes gjithë asaj bukurie, kishte një tension të padukshëm, një prani të ftohtë që e ndjente si gjem të fshehur në zemër. Elena nuk e kishte vënë re fillimisht, por vëmendja e vjehrës së saj, zonjës Kristina, dhe e kunatës së saj, Marjes, ishte e pazakon. Nuk ishte një kujdes i zakonshëm familjar, ishte diçka më shumë. Një përzierje mes mosbesimit, xhelozisë dhe një qëllimi të fshehur që ajo nuk mund ta kuptonte. Ato buzëqeshnin, por sytë e tyre kishin diçka të ftohtë, diçka që nuk lidhej me gëzimin e ditës, e gjendur mes përgatitjeve të fundit. Elena nuk e dinte se secili hap, secili buzëqeshje, ishte pjesë e një kurthi të përgatitur me kujdes. Të gjitha filluan disa ditë më parë, kur një mesazh anonim mbërriti në telefonin e saj. Pa shpjegime, pa nënshkrime, një album fotografik i vjetër që tregonte Elenën me ish të fejuarin e saj, Adrianin. Fillimisht, ajo qeshi me nerva dhe e hodhi mesazhin pa menduar. Por një ndjenjë shqetësimi kishte mbetur aty si hije që nuk largohet kurrë. Në ditën e dasmës, kur Elena po përgatiste fustanin e saj të bardhë, vjehra e saj hyri në dhomë me një buzëqeshje të ftohtë dhe tha: "Elena, mendoj se duhet të shohësh diçka para se të bëhet vonë." Ajo nxori një telefon dhe me një prekje të lehtë, shfaqi fotot që Elena kishte shpresuar të mbante të fshehura për gjithmonë. Zemra e saj u ndal për një moment. Fotot ishin të qarta, të detajuara, të përkujtonin një të kaluar që ajo kishte mbyllur me dhimbje dhe përpjekje. Si i ke marrë këto? Arriti të thoshte Elena, duke u përpjekur të ruante një pamje të qetë, por gjuha e saj dridhej dhe sytë i mbusheshin me lodh. Kristina dhe Maria nuk thanë asgjë. Vetëm buzëqeshën, dhe në atë buzëqeshje kishte një kënaqësi të fshehur, një gëzim të ndaluar që Elena nuk mund ta përballonte. Ata e kishin planifikuar çdo detaj, si ta përballonte Gentin, si ta shkatëronin imazhin e saj të pastërtisë dhe besueshmërisë para të gjithë të ftuarve. Kur Gentin hyri në dhomë për të marrë dorën e saj, Elena u ndje sikur toka i po shkonte nën këmbë. Ai e pa ftohtë, i hutuar, duke mos kuptuar çfarë po ndodhte. Një heshtje e rëndë mbushi dhomën. Elena, çfarë është kjo? Tha ai me zërin e shqetësuar. Duke i treguar fotot që tani i mbante në dorë Kristina, Eleni nuk kishte asnjë mënyrë për të shpjeguar. Çdo fjalë që dilte nga goja e saj dukej e vogël, e paqëndrueshme, e pavlefshme kundrejt provave vizuale që vjehra dhe kunata e saj kishin mbledhur me përpikëri. Ishte si një rrjet i ndërtuar për ta kapur atë në çdo hap, por, ndërsa lotët rridhnin në fytyrën e saj dhe zemra e saj rrite me panik, diçka brenda saj filloi të ndezet, një forcë e brendshme që nuk e kishte ditur se ekzistonte. Ajo nuk mund të lejonte që e kaluara e saj të përcaktonte të ardhmen e saj, dhe nuk mund të lejonte që një ditë që duhet të ishte më e lumtur të jetës së saj të shkatërrohej nga xhelozia dhe inati i të tjerëve. Në atë çast, ndërsa të gjithë shikimet ishin mbi të, Elena vendosi të mos rrëzohej. Ajo mori frymë thellë, ngriti kokën dhe tha me zë të qetë, por të vendosur: "Kjo është e kaluara ime. Po, kam qenë në një marrëdhënie tjetër. Por kjo nuk ka të bëjë me dashurinë time për Gentin, dhe nuk ka të bëjë me këtë ditë. Ju mund të provoni të më ndaloni, por zemra ime tashmë ka bërë zgjedhjen e saj." Pak nga pak, dhoma u mbush me një tension tjetër. Disa të ftuar shikuan me habi, disa me shqetësim. Gentin e kuptoi se situata nuk ishte asgjë më shumë se një provokim, një kurth i mirë planifikuar. Ai u afrua Elenës, mbajti dorën e saj dhe me një zë të qetë por të fuqishëm tha: "Elena, nuk ka asgjë që mund të ndryshojë atë që ndjej për ty, nuk ka foto, nuk ka fjalë që mund ta ndryshojnë këtë." Por Elenën e dinte se kjo ishte vetëm fillimi. Një betejë kishte filluar dhe nuk ishte një betejë mes saj dhe Gentit, por mes saj dhe një familjeje që nuk e pranonte dot të kaluarën e saj. Një kurth i ndërtuar me mjeshtëri, një lojë që kërkonte durim, mençuri dhe guxim.
Dhe ajo ishte gati për të luftuar. Kur Dasma filloi, buzëqeshjet e jashtme nuk mund të fshenin dot realitetin që po ndodhte në dhomën e saj të brendshme. Çdo kërcim, çdo urim, çdo përqafim nga të tjerët ishte një maskë që e mbulonte realitetin e dhimbshëm që Elenën e kishte goditur. Ajo e dinte se të kaluarat mund të shfaqen në momentet më të papritura, dhe tani ishte momenti që ajo të tregonte se nuk do të ishte viktim. Kur shikoi Kristinën dhe Marien nga këndet e dhomës, për herë të parë, nuk pa vetëm dy gra të ftohta dhe të xheloza. Pa një sfidë, një mundësi për të treguar forcën e saj, për të ruajtur dinjitetin dhe dashurinë e saj, dhe për të vendosur se asnjë kurth nuk mund të shkatërrojë atë që është e vërtet në zemrën e saj. Por Elena nuk e dinte se kurthi i vërtet sapo kishte filluar. Ajo nuk kishte parë ende të gjitha hapat që Kristina dhe Maria kishin planifikuar, dhe as që kishte kuptuar se si do të përdornin çdo dobësi të saj për t'i shkaktuar dhimbje. Çdo fotogram i kaluar së saj ishte vetëm një pjesë e një mozaiku që po ndërtohej për ta vrarë moralin e saj, dhe ditët që pasuan do të kërkonin një forcë të jashtëzakonshme për ta përballuar. Elena e dinte se nuk mund të shpëtonte vetëm me fjalë. Ajo duhej të vepronte, të mendonte strategjikisht dhe të mos lejonte që e kaluara të vendoste kufijtë e së ardhmes së saj. Dasma, e cila duhej të ishte kulmi i lumturisë, tani ishte një arenë ku ajo duhej të luftonte për të ardhmen e saj, për dashurinë e saj dhe për dinjitetin e saj. Kur nata përfundoi dhe dritat u fikën, Elena u shtriri në shtrat, por mendja e saj nuk pushonte. Ajo e dinte se vjehra dhe kunata nuk do të ndaleshin. Kurthet do të vazhdonin dhe çdo hap i saj do të analizoheshin me kujdes. Por ajo gjithashtu e dinte se kishte një forcë të brendshme që nuk mund të thyej, një dashuri që nuk mund të dëmtojë nga fotot e së kaluarës. Dhe për herë të parë, ndjeu se ishte gati për atë që do të vinte. Ditët pas dasmës u shndërruan në një lojë psikologjike që Elena nuk e kishte menduar kurrë. Çdo email, çdo mesazh, çdo urim për Gentin duke i thjesht në sipërfaqe, por nën to fshieshin nuanca të fshehta që e shqetësonin thellë. Kristina dhe Maria nuk ishin vetëm dy gra të xheloza, ato ishin mjeshtre të manipulimit. Çdo veprim, çdo fjalë kishte një qëllim, të shkatërronin pa e shfaqur armiqsinë e tyre hapur. Elena filloi të ndjente tensionin në çdo takim familjar. Një kafe e zakonshme me vjehrën shndërrohej në një provokim, pyetje të vogla, të pafajshme në dukje, por të dizajnuara për të tërhequr informacion rreth së kaluarës së saj. Si e njihje Adrianin, Elena? Ishte një histori e gjatë, apo jo? Pyeste Kristina, ndërsa buzëqeshte me një ftohtësi që i jepte përshtypjen se po vëzhgonte çdo lëvizje të saj. Maria, nga ana tjetër, vepronte më qetësisht, por gjithashtu me një strategji të fshehtë. Ajo filloi të përhapte thashetheme të vogla mes të ftuarve të dasmës dhe miqve të përbashkët, duke krijuar një rrjet të sofistikuar për të nxjerrë çdo dobësi të Elenës në pa. Çdo pohim i saj i vërtet, çdo kujtim i ndar pa kujdes, mund të kthehej kundër saj. Gentini, i ndodhur mes kësaj situate, filloi të ndjente presionin. Ai e dinte që e donte Elenën, por nuk mund të kuptonte dot pse familja e saj. Njerëzit që duhet të ishin më të afërt me të, po e gjykonin dhe manipulonin në mënyrë të vazhdueshme. Elena përpiqej ta mbante të qetë, por çdo incident e bënte të ndjehej e frikësuar dhe e rrezikuar. Një ditë, ndërsa Elena po përgatitej për një darkë familjare, Kristina e telefonoi dhe e ftoi në një bisedë të rëndësishme. Me zërin e saj të butë, Kristina tha: "Elena, mendoj se duhet të flasim për disa gjëra që kanë ardhur në vëmendjen time. Nuk dua të të shqetësoj, por është më mirë të jemi të sinqerta." Kur Elena mbërriti në shtëpi, atmosfera ishte e ftohtë dhe e tensionuar. Kristina dhe Maria e prisnin me buzëqeshje që nuk arrinte të fshehë një gëzim të fshehur. Ato kishin përgatitur një album tjetër me fotografi dhe mesazhe të Adrianit dhe kishin planifikuar të shpërthenin emocione të forta. Por Elena nuk ishte më e njëjta vajzë e ditës së dasmës. Ajo kishte filluar të kuptonte se përballja nuk ishte vetëm e pashmangshme, por edhe një mundësi për të treguar forcën e saj. Gjatë takimit, Kristina filloi të nxirrte pyetje me nuanca të fshehta, duke u përpjekur të nxjisë emocione të forta tek Elena. Por Elena, këtë herë, nuk reagoi me frikë. Ajo përqendroi vëmendjen tek fjalët e saj dhe vendosi të mos tregojë dobësitë e saj.
E di që mund të mendoni shumë gjëra për të kaluarën time, por ajo nuk ka asnjë lidhje me dashurinë që kam për Gentin sot. Tha Elena me një qetësi që i befasonte të dyja. Maria u përpoq të ndërhynte me buzëqeshje të rreme. Po mirë, Elena. Por të mendosh se nuk do të ketë pasoja, është pak naive, apo jo? Elena i u përgjigj me një vendosmëri të fortë. Asnjë foto, asnjë fjalë, nuk mund të ndryshojë atë që është e vërtetë. Dhe e vërteta ime është dashuria dhe besimi që kam për Gentin. Pak nga pak, tensioni u ul, por Elena e dinte se kjo ishte vetëm një fitore e përkohshme. Lojrat të tjera po planifikoheshin dhe ajo duhej të ishte gati. Një natë, ndërsa po kontrollonte disa mesazhe të fundit, pa diçka të pazakontë, një email nga një llogari e panjohur, që përmbante një dokument me detaje nga e kaluara e saj dhe mesazhe private me Adrianin. Dokumenti ishte i dizajnuar për ta shkatëruar reputacionin e saj në sy të Gentit dhe të miqve, por Elena nuk u trem. Ajo vendosi të përdorë atë kundër tyre. Duke analizuar çdo detaj, kuptoi se mënyra më e mirë për të shpëtuar dinjitetin e saj ishte të tregonte për gjithçka, në mënyrë të qetë, me një plan të mirë menduar. Ajo filloi të shkruante një mesazh të gjatë për Gentin, duke shpjeguar çdo gjë me sinqeritet dhe pa emocione të tepërta. Ajo e dinte që transparenca dhe guximi ishin armët më të fuqishme që kishte. Kur Gentini e lexoi mesazhin, ndjeu një lehtësim të madh. Ai e kuptoi se Elenën nuk e mundnin kurthet, por e forcuan. Ai i tha: "Elena, kjo tregon sa e fortë je. Nuk ka gjë që mund të më largoj nga ty." Megjithatë, sfida nuk kishte mbaruar. Kristina dhe Maria po përgatisnin një tjetër sulm, këtë herë më të sofistikuar. Ato kishin planifikuar të përfshinin disa nga miqt më të afërt të Gentit, duke përhapur thashe theme dhe duke përdorur detaje të kaluar së Elenës për të krijuar dyshim dhe pasiguri. Elena e dinte se duhej të vepronte me kujdes. Ajo filloi të dokumentonte çdo gjë, mesazhe, biseda, emaile, çdo veprim i vjehrës dhe kunatës, por regjistrohej në mënyrë të heshtur, si një armë që do të përdorte në momentin e duhur. Një ditë, pas një përplasjeje të vogël në një takim familjar, Elena e kuptoi se duhej të ndërmerrte një hap më të madh, të konfrontonte publikisht intrigat e tyre, por në një mënyrë që të mos dukej si sulm personal. Ajo filloi të planifikonte një mënyrë për të shpërfaqur të vërtetën, duke përdorur diplomaci, mençuri dhe një dozë guximi që nuk kishte treguar më parë. Në këtë moment, Elena ndjeu një forcë të re. Nuk ishte më një vajzë që mund të manipulohej, por një grua që kishte mësuar nga e kaluara, që kishte kuptuar se çdo kurth mund të kthehej në një mundësi. Dhe ndërsa nata përfundonte dhe dritat e qytetit ndizeshin përtej dritares së dhomës së saj, ajo e dinte se sfida më e madhe sapo kishte filluar. Pas një nate pa gjumë, ku mendimet e saj kishin rrotulluar çdo skenar të mundshëm, Elena e kuptoi një gjë: fitimi nuk do të vinte nga shmangia e problemeve, por nga përballja me to me qetësi, guxim dhe mençuri. Ajo e dinte se përballja e vërtet nuk ishte vetëm me Kristinën dhe Marian, por me të kaluarën, me dyshimet dhe frikën që çdo person mbante brenda. Në këtë mënyrë, Elena filloi të përgatitej për kapitullin tjetër, për një përplasje që do të tregonte jo vetëm forcën e saj, por edhe vendosmërinë për të ruajtur dashurinë dhe dinjitetin e saj. Ajo e dinte se çdo hap i saj, çdo vendim që merrte, do të vendoste themelin e së ardhmes së saj. Dhe këtë herë nuk do të ishte vetëm një viktim, ajo do të ishte protagonistja e historisë së saj. Ditët e pasuara ishin të mbushura me tension të padurueshëm. Elena e dinte që kurthet e Kristinas dhe Marias nuk do të ndaleshin derisa të shihnin një lloj dobësie tek ajo. Por ajo kishte mësuar një gjë të rëndësishme: çdo manipulim kishte një model të përsëritshëm, dhe çdo model mund të thyej. Elena filloi të vepronte me kujdes strategjik. Çdo mesazh i dyshim, çdo telefonat, çdo përpjekje për të krijuar keqkuptime mes saj dhe Gentit, regjistrohej dhe analizohej. Ajo filloi të përgatiste një plan. Nuk do të luftonte vetëm me fjalë, por me prova dhe transparencë. Një pasdite, Gentin e ftoi të shkonte në shtëpinë e tij për të diskutuar për familjen e tij dhe situatën që kishte ndodhur. Ai e shikoi Elenën me admirim dhe i tha: "Kam besim tek ty, çdo gjë tjetër nuk ka rëndësi për mua."
Këto fjalë e bën Elenën të ndjente një forcë të re, një vendosmëri për të përballuar çdo sfidë. Kristina dhe Maria, ndërkohë, nuk e dinin që Elena kishte një plan. Ato mendonin se po e mbushnin me stres dhe pasiguri, por nuk e kuptonin që çdo veprim i tyre po regjistrohej dhe po përdorej si material për një kundërpërgjigje të fuqishme. Një darkë familjare ishte momenti i duhur. Të ftuarit ishin të shumë dhe atmosfera festive i siguronte Elenas një mbulim të përsosur për të shpërfaqur të vërtetën pa e bërë atë një sulm personal. Ajo kishte përgatitur një fjalim të kujdesshëm, duke përdorur emocione të kontrolluara dhe argumente të qarta. Kur erdhi momenti, Elena u ngrit dhe të gjithë syt u kthyen tek ajo. Sot është një ditë e veçantë, filloi ajo, jo vetëm për mua dhe Gentin, por edhe për të gjithë ne. Dëshiroj të flas për diçka që ka qenë e rëndësishme për mua dhe që mund të ketë krijuar keqkuptime. Ajo nxori dokumentet dhe mesazhet që kishte mbledhur, por në vend që t'i përdorte si një sulm, i shpjegoi ato me transparencë. Çdo foto, çdo mesazh i së kaluarës ishte pjesë e jetës së saj. Por asgjë nuk kishte ndryshuar dashurinë e saj për Gentin. Të ftuarit mbetën të heshtur. Njerëzit që kishin ndjekur me interes historinë, pan një grua që nuk ishte viktimë, por protagoniste e jetës së saj. Dhe kur Gentin u ngrit dhe e mbajti dorën e Elenas, një ndjenjë mbrojtjeje dhe respekti mbushi sallën. Kristina dhe Maria u ndjen të shokuar. Plani i tyre për të krijuar dyshim dhe dhimbje ishte zhdukur në një moment. Elena nuk kishte reaguar me panik, nuk kishte pranuar manipulimin, ajo kishte kthyer çdo sulm në një dëshmi të fuqisë dhe dinjitetit të saj. Pas kësaj, Elena vendosi të flasë edhe më hapur për ndjenjat e saj dhe për dashurinë që kishte për Gentin. Çdo e kaluara ka formuar personin që jam sot, tha ajo, dhe unë zgjedh të eci përpara me guxim dhe dashuri. Jo me frikë apo hakmarrje. Gentini e kuptoi thellësisht forcën e saj dhe i tha para të gjithëve, Elena, të dua për atë që je. Nuk ka asgjë në botë që mund të ndryshojë këtë. Një përqafim i ngrohtë dhe i fuqishëm e vulosi këtë moment, duke treguar se dashuria e tyre ishte më e fortë se çdo intrige familjare. Kristina dhe Maria, të cilat fillimisht mendonin se kishin kontroll mbi situatën, tani kuptuan se nuk mund të thyeshin nga manipulimet e tyre. Elena kishte treguar se forca, mençuria dhe transparenca janë më të fuqishme se çdo kurth apo intrigë. Një heshtje e gjatë mbushte dhomën, e ndjekur nga një respekt i paqartë dhe një farë frike të fshehtë. Në ditët që pasuan, marrëdhënia mes Elenas dhe Gentit u forcua. Të gjithë të ftuarit dhe miqtë e përbashkët e panë atë jo vetëm si një grua të bukur dhe të dashur, por si një grua me integritet që nuk lejonte askënd të manipulojë jetën e saj. Kristina dhe Maria u tërhoqën, duke kuptuar se asnjë kurth nuk mund të thyente një zemër të vendosur dhe të guximshme. Elena mësoi një mësim të rëndësishëm: jeta e dikujt nuk mund të dominohet nga e kaluara, dhe fuqia e vërtetë qëndron në guximin për të përballuar çdo sfidë me dinjitet dhe mençuri. Ajo dhe Gentini filluan një kapitull të ri, të lirë nga manipulimet dhe intriga, dhe me dashuri të thellë dhe respekt të ndërsjellë. Duke mbyllur këtë histori, Elena e kuptoi se betejë më e madhe nuk është kundër të tjerëve, por kundër frikave dhe pasigurisë që secili mbart brenda. Me durim, strategji dhe transparencë, çdo sfidë mund të kthehet në një mundësi për të treguar forcën dhe karakterin e vërtetë, dhe kështu, dita që kishte filluar si një kurth dhe një test për dashurinë dhe integritetin e saj, përfundoi si një triumf i zemrës, i mençurisë dhe i dashurisë së vërtetë. Elena dhe Gentini nisën jetën e tyre të përbashkët, të lirë nga të kaluarat dhe intrigat, por më të fortë se kurrë. Në këtë mënyrë, trilogjia dramatike e Vjehra dhe Kunata më futen në kurth mbyllet me fitore të fuqisë së Elenës. Përballjen me intriganet dhe ruajtjen e dashurisë dhe dinjitetit të saj.